Rritja e prodhimit vendas në sektorin e bujqësisë duhet të jetë prioritet i politikës së zhvillimit bujqësor dhe kjo kërkon të reflektohet dhe me rritjen e fondeve për të ndihmuar fermerët. Specialisti i Qendrës Shkencore të Transferimit të Teknologjisë Bujqësore Shkodër, Konstantin Hajkola, i cili e kishte përmbledhur kështu mendimin e tij, i referohet në veçantë prodhimit të grurit, që po të stimulohet, ka mundësi të mëdha zhvillimi duke nisur nga Shkodra. Të jesh konkurrues nga pikpamja ekonomike dhe e përfitimit ekonomik, rendimenti i grurit duhet kalojnë 4 deri 5 ton për hektar. Vetëm në këto kushte ai bëhet me interes ekonomik. Hajkola këmbguli shumë në këtë pikë, duke theksuar se rendimentet e prodhimit të grurit do jenë mjaft të kënaqshme nëse vlerësohen si duhen vërësitë që kemi. Ke zona të tëra në Shkodër që marrin 6 deri 7 ton për hektar. Sot janë kultivar grurit të tillë që kapaciteti prodhuese e kanë 1010 ton për hektar. Specialisti i mirënjohur i bujqësisë Konstantin Hajkola kujton se në përcaktimin e politikave për stimulimin e bujqësisë është shumë e rëndësishme që këtij procesi të paraprihen me konsultime të gjera me fermerët dhe specialistët në të gjithë vendin, pasi ata kanë krijuar një përvojë të mirë dhe në kushtet e ekonomisë së tregut.